Mungesa e tregut, ndryshimet klimatike dhe mungesa e fuqisë punëtore kanë bërë që në disa zona të Myzeqes sipërfaqja e kultivuar me shalqi të reduktohet ndjeshëm. Në fshatin Suknji të Roskovecit, fermeri Sajmir Kodheli thot se nga 5 hektar që kishin mbjell vitin e kaluar, këtë vit kanë mbjell me shalqi 2 hektar. Gjithashtu në mungesë të punëtorëve janë familjarët që u vinë në ndihmë fermerëve. Vitin që kaloi mua 6 hektar postan, si vjet ja rritëm deri 2 hektar postan. Se ky reduktim? Ky reduktim vajti se nga problemi i çmimit, bëhet postani goxha, po nuk ka çmim. Postani e pas që nuk kishte leverdi me 110 lekë vjetra, nuk kishte leverdi që ta mbidhjam edhe na 5 hektar bëra 2 hektar bostan. Dola me humbi, as punëtor nuk lava dot fidanin këto tëra plerimet. Po thoj tërkon kam dalë me humbje. Tërkon kam dalë me humbje në bostani. Është herë fundi që mbjell me qenë që mora tokat me qera dhe do hej dorë edhe në bostani. Unë jam një nen me 4 fëmijë. Jam 65 vjeçe. Po dytërojmë po vin këtu, e bëj mallin fëmit, domatja, duolëm zero me gjithë sallatorin. Fëmijët u hodhën tashi na sharqiri, e kanë marrë tokën me qira, me 50.000 lekë dy lymin. 3 milion u vajti ajoja, farishtja, punimet, zorra, çat të tëra, vjen më tepër nga 10 milion.